Muaji nëntor do të vijë me energji të reja dhe ndryshime të papritura për disa shenja të zodiakut. Astrologët thonë se këta 4 shenja në veçanti, ky muaj do të bëhet moment kyç, për të lënë pas versionin e vjetër të vetes dhe për të përqafuar një identitet të ri me më shumë vetdije dhe vetbesim. Binjakët. Këtë muaj binjakët përballen me pyetje të mëdha mbi jetën, identitetin dhe dëshirat e tyre më të thella. Procesi i reflektimit sjell një maturim emocional dhe një ndjesim më të qartë për atë çfarë kanë realisht nevojë. Ndryshimet mund të përfshijnë pamjen, mënyrën e komunikimit, madje edhe mënyrën se si ndërtojnë marrëdhënie të reja, një transformim që ndodh nga brenda dhe reflektohet jashtë. Luani. Luani gjithmonë është në qendër të vëmendjes, këtë herë kërkon një mënyrë të re për ta treguar veten. Nëntori sjell dëshirën për të shfaqur ndryshe, qoftë përmes një stili të ri veshjeje apo një qëndrimi më të ekuilibruar. Është koha për të ri imagjinatën dhe për të provuar diçka ndryshe, duke mahnitur edhe veten. Virgjëresha. Për Virgjëresha, transformimi vjen përmes një pauze të merituar nga kërkesat e larta që i vendosin vetes. Nëntori sjell reflektim dhe pyetje thelbësore, çfarë më përmbush realisht? Nga një marrëdhënie më e thellë e deri tek ndryshimet në pamje, gjithçka fillon me një vendim të thjeshtë, të lësh pak më shumë hapësirë për veten. Ujori. Pas një periudhe intensive në punë, ujorët ndihen të konsumuar dhe të etur për një ndryshim. Ky muaj i shtyn drejt eksplorimit të gjërave të reja, nga një tatuazh spontan, një udhtim i papritur apo një ndryshim në stilin personal. Ky është momenti për të rikthyer balancën dhe për të jetuar me më shumë spontanitet. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.